nga Gjene e Beratit, aty ku Kristian Kondi ruan traditën e stërgjyshrëve dhe u shërben me ushqim cilësor e shoqëri të mirë, miqve dhe artistëve. Nuk ka qenë kollaj që dikush të kishte një shtëpi në Mangalem. Besoj do të ketë qenë si Rolling Hills i sotëm, një komunitet të përzgjedhurish dhe fatlumësh, njerëz të kamur që u mbante xhepit të jetonin këtu. Inxhinier Kiço Toromani ishte një prej tyre. Ai me të shoqen, mësuesen Evgjeni Gjoku, Gjenën, me të cilën ishte njohur gjatë studimeve në Rom dhe me fëmijët Lizhetën dhe Gjorgjin jetonin këtu. Si të gjithë të kamurit e tjerë, koha e Enverit i gjeti të papërgatitur, por gjithmonë me shpresën se diçka do të ndryshonte. Vajza e shtëpisë Lizheta u martua me Sotiraq Koraqen dhe pati 2 vajza, Eneiden, koreografen, dhe Entelën, financiere. Dhe Entela u martua në familjen Kondi dhe prej martesës së saj lindi në Itali Kristian Kondi, njeriu që do të merrte përsipër, në emër të familjes, rikthimin e shtëpisë së vjetër në Mangalem, në shkëlqimin e saj të dikurshëm, duke shndruar atë në restorant, ku do të shërbeheshin ushqimet më të mira dhe cilësore të traditës së Beratit, por dhe duke evoluar këtë traditë, duke i dhënë nuanca të kuzhinës italiane, të atë dheut të tij të ri. Ai ka kuruar atmosferën jo vetëm nëpërmjet objekteve dhe dekorit të viteve 20 të shekullit të kaluar, por dhe duke bërë atë një hapësirë ku artistë të ndryshëm, muzikantë e të tjerë mund të vinë dhe të performojnë pa i marrë leje kujt të qoftë, në pianon që qëndron e përhershme në ambient, por dhe duke marrë instrumentet e tyre me vete. Kuzhinjerja na bën një përshkrim të ushqimit që përgatit në kuzhinën e saj. E njohur jam, thot ajo, për gatimet e traditës së Beratit. Ushqimi më i kërkuar këtu është pula me përshesh dhe kulaçi i zënë me sot, i cili gatuhet në 2 mënyra, nga uznova e lartë me presh të njom dhe nga uznova e poshtë me qep. Pastaj pispiliti i Beratit me miell mistri, bajulliri, kripeni së shte. Ndërsa harxha, edhe kjo është e veçantë për Beratin, me hithra, qep të njoma dhe lakër të egër. I shtohet qumësh mistri për ta bërë masën më homogjene. Pastaj kemi biftekun vienes, varianti Beratit që praktikisht është kontrafileto me ara, borzilok dhe djath kaçkavall. Sipas gojdonave, ky biftek ju shërbye për herë të parë princ Vidit, gjatë një vizite që bëri në Berat. Princi, i cili ishte gjerman dhe që ankoi shpesh për kuzhinën orientale, e cila nuk binte dakord me qelzën dhe stomakun e tij, erdhi në një vizitë në Berat. Ata që e kishin ftuar i përgatitën një biftek vienez, por duke i shtuar arat dhe borzilokun dhe djath me përqindje më të lartë yndyre. Kjo i bëri përshtypje shumë të mirë princit, dhe kështu lindi bifteku vienez, varianti i Beratit. Sigurisht që në kuzhinën tonë do të gjeni dhe gjellë më të thjeshta, si speca të mbushur, byrek, imam, bajaldi, por dhe ushqime më moderne si pasta, risotto dhe bruschetta. Si ëmbëlsirë shërbejnë revani në furrë me vajulliri dhe kabuni me rusht të thatë. Orizi kabuni skuqet sa të marrë ngjyrë të florindë. Është shumë i kërkuar, por gjithçka duket e bukur kur e tregojnë të zotët e shtëpisë. Kristian, më fol pak për historinë e familjes tënde. Po, patjetër. I familjes time, unë jam i bie gjeneratët e 4 që ndodh në Berat. Stërgjyshja ime ka qenë drejtoresh shkolle në shkollën në Berati, kurse stërgjyshi im kanë qenë inxhinier civil, edhe ka qenë gjithmonë një familje respektuar nga të gjithë. Fëmijët e tyre kanë qenë inxhinier gjithsej, xhaja ka qenë inxhinier, kurse gjyshja ime ka qenë mësuese shkolle. Tezja ime është koreografe, kurse mamaja ime është ekonomiste. Njerëz gjithmonë të respektuar, mund të themi intelektual, që jam munduar gjithmonë maksimum të bëjnë diçka të mirë për qytetin. Atëherë, familja juaj u largua për në Itali.
në cilat vite? Në fillim të viteve 90-s janë lëvizur në Itali për të parë për një të ardhme më të mirë, me që siç e dini ju të gjithë ka qenë vite goxha vështira kohë e komunizmi në Shqipëri. Vendosën të ikni në Itali, në Brescia, sepse gjyshi nga në babait, Mimo Kondi, kishte mbaruar studime në Brescia edhe i kishte treguar familjes. Momenti që mbaron komunizmi për një ardhmë më të mirë, shmirë të shkonin në veri të Italisë, në Brescia, se është një qytet goxha industrializuar edhe ku ka mundësi pune pafund. Më trego për eksperiencën tënde personale, çdo më thënë, për një shqiptar të quajtur Kristian Kondi, të lindi në një familje shqiptare dhe të rritet në një ambient italian. Më fol pak për edukimin tënd, duke filluar që nga kopshti, shkolla fillore, shkolla nëntëvjeçare, shkolla e mesme, shoqëritë tua, eksperiencën që ke pasur në Itali ti si individ, ti si shqiptar. Okay. Për mua eksperiencën time ka qenë goxha pozitive, sepse pjesa kur lindja unë njerëzit ishin shumë të mikpritur, nuk ishin njerëzit paragjykues, edhe kam bërë shkollën e parë dhe shkollën medie siç e quajmë në Itali, në një vend të vogël, në një fshat, kurse studime gjimnazi kam bërë në qytet, në një shkollë private, me që isha nxënësin e mirë, kam pat mundësi të studioja si mund të themi gjëra të ndryshme. Në kolegj si quhet? Po, një tip kolegj, liceo scientifico, i bie domethënë ishte një program me të gjerë kur ti kishe mundësi të mësoj nga latinishta te greqishta, nga që si thash isha nxënës i mirë, të jepnin nuk kisha shumë i prerë ndaj punë manuale, tham mirë ishte të bëja një liceo scientifico që pastaj të zgjidhja një shkollë të lartë. Edhe nga këte pastaj erdi vendimi që të bëja shkollë universitet i lartë në Shqipëri, sepse nuk mezi flisja gjuhën e nenës, edhe kam parë këtë shkollë Zoe Këshillit të Mirë që ndodhe në Tiranë, një shkollë mjaft kur diploma vlente e veja shteti, e thash pse mos të lidhë të dyve, të mësoj gjuhën e nënës edhe të marr një diplomë në vendin tim, të zbuloja se ishte Shqipëria. Atëherë, kur e morët këtë vendim, në cilin vit dhe a ju doli mirë ky vendim? Ishte një vendim i dur apo jeni penduar? Absolutisht, për mua ka qenë vendimin e dur, se përveç se marrje një diplomë që ishte shumë e vlefshme për jetës time, kam krijuar miqësi të reja, jam bërë pjesën e federacionit e rugby, që është një sport që ka prej ardhjen angleze, dhe bashkë me ca djemë të tjerë kemi, mund të themi, arritur majan në këto vitet, se kemi quar duke llogaritur ndeshjet e fundit me Kosovë dhe me Greqisë që kemi mundur 57-0, kështu që nuk jam absolutisht i penduar për këtë zgjedhje që kam bërë këtë vit këtu në Shqipëri. Nuk ka si vendim tonë. Ndërkohë ju menaxhoni dhe restorantin këtu në Berat, në një nga lagjet më karakteristike të Beratit, në Mangalem, mos gaboj quhet kjo lagje, dhe ky restorant mban emrin e stërgjyshjes tuaj, Evgjenis, zonja Gjen. Më fol pak për eksperiencën në menaxhimin e këtij restoranti. Ka qenë një, si mund të themi, një aventurë, ka qenë gjithmonë një ëndrrën, se ishte shtëpia para se të ishte restoranti, edhe një pjesën, sidomos atë pjesën aty te cepi, po binte gati poshtë, kështu që çdo herë që dhija këtu në shtëpi e gjyshës, sikur më vinte bezaj, më vinte keq ta shikoja gjithmonë në këtë gjendje, edhe fal një bonus nga ana e shtetit, si bonus i rritëzimi, edhe një mundësi ekonomike nga ana jon, tham pse mos ta provojmë edhe të bëjmë një restorant. Dhe nga kjo aventurë, nga kjo eksperiencë, çfarë doli? E bët restorantin. Çfarë shërbeni këtu? Dhe a ka interes, a vin njerëz, a keni klient? Absolutisht, kemi si njerëzit vendas, si njerëzit që vijnë nga Teranë të botës. Biles jam e veçuditur e habitur se kanë ardhur njerëzit edhe vitin e parë, pas vitin e parë kanë edhe vitin e dytë, vitin e tretë, nga që ishte kënaqur nga shërbimi edhe atmosfera, biles ja kanë treguar edhe ca miqtë e tyre. Kam njerëz që vijnë nga Arabia Saudita, nga Kili, nga Australisë, nga shumë vende të ndryshme në botë që janë kënaqur të vini këtu në restorantin tonë.
E kryesisht çfarë shërbeni këtu? Tradicionale apo keni futur ndonjë gjë italiane, ndonjë gjë moderne? Bëjmë sidomos pjatanca shqiptare, po kemi futur edhe si mund të themi, ca provime kulinare italiane, si makarona, risotto e antipaste italiane. Do të thënë, gjithmonë mundohemi të sjellim ndonjë diçka të re, të bëjmë diçka të re në menus, që edhe klienti të jetë i kënaqur edhe të visërisht, mos provojë gjithmonë të njëjtën gjëra. Kështu që me menu jemi gjithmonë në lëvizje. Si e shikon Shqipërinë në fushën e turizmit? Ka të ardhur vendi në fushën e turizmit? Është saturuar tregu i turizmit apo ka ende potencial të pashfrytzuar? Do rritemi apo do qëndrojmë këtu ku jemi? Unë mendoj se çdo gjë varet nga siç e menaxhon shqiptarët përgjithsisht do e menaxhojnë biznesin. Se nëse biznese do tregojnë të babzitur dhe do mundohen vetëm që të fitojnë lekë shpejt, si mund të them, tregu i turizmit do prishet, se njerëzit janë të ftuar që të vinë në Shqipëri nga kostot e ulta, edhe se është vendi me krolushme, që është, po nëse pastaj abuzohen me çmimi, besoj se kjo bumi i turizmi do ngandalsohet. Mbas afërsisht 13 vjetësh prezencë, 12-13 vjetësh prezencë në Shqipëri. Si e shikon Italinë? E shikon ndryshe apo me të njëjtin sy që e shikoi kur jetoi vetë në Itali? Absolutisht shikoj me sy të ndryshëm, do të thënë në kuptimin që në Shqipëri shikoj se ka gjithmonë dhe mundësirat edhe për të bërë diçka të rinë, kurse Itali sikur çdo gjë edhe për të hapur një aktivitet, çdo gjë është më vështirë, ka më shumë dokumentacione, burokracira pafund. Kështu që mbet diçka të tillë siç mund të kenë bërë këtu në Shqipëri, në Itali do ishte qinter me ndryshe dhe me komplikuar. Një mesazh për të gjithë miqtë që pret këtu tek restoranti Zonja Gjen dhe për të gjithë shqiptarët që dëshiron të thuash diçka. Atyre që jetojnë në Shqipëri, por dhe atyre që janë emigrantë. Që nuk ka si vendi jonë, në kuptimin secili varet se ku gjenden vendin e tij. Unë e kam gjetur vete duke provuar edhe aventura jashtë shteti, kam gjetur vete këtu në Shqipëri, kështu që mesazhi që mund të them është të gjejnë vendin e tyre në botë edhe të eksperimentojnë, të aventurojnë. Absolutisht. Në një vend, të lëvizin. Absolutisht. Duhet të eksperimentuar sidomos ku je nga mosa 20 deri në 30 vjet. Pastaj do të vendosesh një stabilitet, një vend ku të qëndrosh. Por ç'thon klientët? Ne u futëm në TripAd visor për të parë komentet e tyre. I pari, Roberto nga Italia. Unë dalëm rastësisht dhe me njëherë na tërhoqi simpatia e pronarit. Një italian i ri nga Brescia, që vendosi të investojë në qytetin e stërgjyshërve të tij. Provuam gatimet tradicionale shqiptare shumë të mira dhe të lira. Për ata që janë në Berat, i rekomandoj të vizitojnë Zonja Gjen. Giulia thot: unë dalëm për një kafe, ishim me nxitim. Pronari na priti me shumë mirësjellje. Ai e drejton biznesin me shumë dashuri. Kafja ishte shkëlqyer, vendi shumë i pastër dhe bisedat me menaxherin kishin vlerë. Vizitojeni patjetër nëse jeni në Berat. Ja që thot Oriona. Ambienti ngrohtë, të bën të ndihesh si në shtëpi. Arkitekture përzier mes osmane dhe asaj fashiste. Kuzhinë tradicionale shqiptare me kujdes në detaje, me shije autentike dhe aromë nostalgjike. Pronari, një iri me origjinë të vjetër beratase, flet me dashuri dhe mall për brezat që kanë banuar shpirtin e këtij vendi. Zonja Gjen ja vlen, sidomos për ata që kanë mall. Ndërsa Inesi thot: të dy morën pasta dhe ishin shumë të shijshme, por ositëm dhe brusketa. Ishte porcion i madh, por shumë i shijshëm, shërbim i këndshëm dhe i ngrohtë. Për entelën, një nga vendet më të mira për të ngrënë drek apo darkë me ushqim tradicional dhe shërbim të shkëlqyer.
Gjithçka është bio, e freskët dhe shumë e shijshme. Vendotja perfekte në qendër të qytetit dhe në zemër të pjesës historike. Mikpritja shumë e ngrohtë dhe shërbim shumë i mirë. Sipas Enrikut, hëngrëm mrekullisht mirë, plot me ushqim shqiptar. Kristian Banakieri na ngriti shumë humorin, një restorant që s'duhet ta humbasësh nëse shkon në Berat. Ja se ç'thot Vincenzo. Ishim 5 veta dhe kaluam shumë mirë. Shërbimi ishte në nivel të lartë, me buzëqeshje dhe vëmendje të vërtet ndaj nevojave tona. Kamarieri ishte i këndshëm dhe na jepte këshilla të mira. Sasitë perfekte dhe gjithçka që provuam ishte vërtet e shijshme. Një përvojë shumë e bukur që e rekomandojmë pa hezitim. Ndërsa Linda Margaret thot: vendosëm të ndaleshim për drek te zonja Gjen, sepse vlerësimet ishin të mira dhe nuk u zgënjyem. Shërbimi ishte i përsosur, kamarieri gjithkohon buzëqeshte dhe ishte shumë i vëmendshëm, ushqimi shumë i shijshëm. Do të donim të kishim më shumë kohë në Berat për të provuar dhe disa pjata të tjera. Të dy kamarierët flisnin anglisht në nivel të lartë. Këshilla ime, lër kohë mjaftueshëm, sepse është vendi përkryer për të çlodhur, për të shijuar dhe për të bërë një bisedë miqësore me kamarierët. Megjithatë, pavarësisht vërejtjeve, mi 95% e review-ve në TripAdvisor visor janë pozitive. Sigurisht, si çdo biznes dhe zonja Gjen ka ditë të mira dhe ditë të këqija, por kryesorja është që ai është një vend që ja vlen të ndalosh kur je në Berat. I vendosur në lagjen Antipatrea, në rrugën kryesore hyrëse të Beratit, përballë lumit me ushqim cilësor, shërbim të përkryer dhe mikpritje që nuk të zhgënjen asnjëherë. Kristian Kondi ka arritur të bëjë krenar jo vetëm paraardhësit e tij, por edhe të falë ngrohtësi, shoqëri dhe ushqim për çdo mika vizitor që zgjedh të vinë në qytetin e Beratit.